A ju fishkëllej në veshët, duhet patjetër të shkoni tek mjeku. Dëgjimi një fishkëllime të vazhdueshme në vesh, tringëllime në vesh, nuk është vetëm e bezdisshme, por edhe një pengesë për pjesën tjetër normale të trurit. Studimet zbulojnë origjinën e këtij çrregullimi. Ekspertët tregojnë se tringëllimat kronike mund të fillojnë të zaptojnë pjesën më të madhe të ditës suaj dhe të vështirësojnë aktivitetet ditore. Ullëntuesit në Universitetin e Illinois, të cilët analizuan trurin e disa personave me imazhe rezonance funksionale, ishin në gjendje të kuptonin origjinën e tringëllimës së veshit. Ata zbuluan se tringëllima fillon nga një rajon i quajtur precuneus. Ajo ndodhet në lobulin parietal superior dhe është i përfshirë në kujtesën episodike dhe në disa aspekte edhe te vedia. Por është gjithashtu e rëndësishme për shkak se ajo është e lidhur me dy rrënjët e trurit. Studiuesit zbuluan se tringëllima kronike ka më shumë të bëjë me rrjetet e menaxhimit të vëmendjes. Kjo do të thotë se njerëzit që vazhdimisht ndjejnë këtë zhurmë, edhe ata mund të shkojnë për të fjetur dhe në fakt arrijnë që me vështirësi të mos relaksohen, sepse truri mbetet në një gjendje vetdije dhe kjo gjë krijon bezdisje të mëdha. Konsultohuni me mjekun për çdo ndryshim që keni.